Midis kufirit të Shqipërisë dhe Greqisë është zbuluar një rrjet gjigante merimangash e konsideruar si më e madhja në botë. Grupi shkencëtarëve i përbërë nga studiues të ndryshëm të shumë vendeve europiane kanë përllogaritur se kjo rrjet është strehë për më shumë se 110.000 merimanga. Hyrja e shpellës së sqyufurit është pranë Sarandaporës dhe vijon në territorin shqiptar në zonën e Leskovikut. Pjesë e këtij grupi shkencëtarësh, të cilët kanë studiuar këtë rrjet masive merimangash, është edhe Blerina Vrenozi, biologe dhe pedagoge në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, e cila tregon për Klan News se habia më e madhe për ta nuk ishte madhësia e rrjetës, por fakti se brenda saj jetojnë së bashku megakoloni të 2 llojeve merimangash. Realisht janë vetmitare, po ndërkohë këtu në shpellë jetojnë në koloni edhe bashkë me njëra tjetrën, pra janë 2 lloje të ndryshme. Është Tegenaria domestica që gjendet mbi 69.000 individ dhe Prinerigone vagans që është shumë herë më e vogël se sa kjo, po ndërkohë dhe kjo në numër të konsiderueshëm, 42.000 individ që jetojnë bashkë vetëm në një sipërfaqe për 100 metër katror në brendësi të kësaj shpelle që ka një përqendrim shumë të lartë sqyufuri. Kufi ndarës, domethënë të ndodhet në shpellë, edhe për këtë ishte edhe kjo diçka surprizë. Rrjeta gjigante ndodhen në tokë shqiptare apo në tokë greke? Në tokë shqiptare. Por që të shkosh atje do të kalosh nga kufiri grek. Sipas biologes Vrenozi, shpella e sqyufurit mund të konsiderohet dhe si parajsa e merimangave për shkak të ushqimit të bollshëm që ato kanë. Aty ka ndodhur një oksidim i sqyufurit nga H2S, që është sulfuri i hidrogenit, në H2SO4. Dhe ky oksidim ka çliruar një energji shumë të madhe që përdoret nga bakteret dhe kolegët tanë, që ishin mikrobiolog të pranishëm, kanë identifikuar mbi 7 lloje të baktereve. Këto krijojnë një stres të trash, që ne i themi biofilm. Me këtë stres të baktereve ushqehen disa lloje të mushkonjave të cilat nuk pickojnë. Dhe ne kemi vlerësuar në këtë sipërfaqe 2.4 milion të këtyre mushkonjave, që janë kironomid. Me këto ushqeshin, pra këto përdorë si ushqim nga merimangat. Pra arsye vetme që ishin të përshtatura në këto mjedise dhe ndodheshin në numër kaq të madh, ishte pikërisht sepse ky ushqim kaq i bollshëm gjendej pikërisht në këtë segment të shpellës. Po fakti që qëndrojnë bashkë edhe në harmoni, të themi deri diku, është sepse mungon drita. Kjo ishte hipoteza jonë. Nëse do të kishte dritë, këto merimangat e Tegenaria domestica që janë shumë të mëdhaja në përmasë se sa Prinerigone vagans, mund të sulmonen. Këto shumë lehtësisht mund t'i përdorin si ushqim, sepse merimangat dihet që kanë kanibalizmin si një nga tiparet e tyre. Madje sipas Vrenozit, studimet gjenetike tregojnë se merimangat e shpellës kanë ADN ndryshe nga ato jashtë, edhe pse janë i njëjti lloj, duke treguar për evoluimin e tyre ndikuar nga ekosistemi. Kjo na tregon ne që si rezultat i kësaj mënyre të ushqimit, ne do të kemi një izolim të kësaj popullate. Dhe kjo ka bërë që të ketë ADN të ndryshme. Pra kjo është diçka zbulimi i ri për shkencën. Në këtë shpellë që përqendrimi i sqyufurit është, më lejoni ta them, është shumë i lartë. Ne kur jemi futur në fillim, personalisht unë kam pasur vështirësi frymëmarrje, marrje mendsh, pastaj përshtatës se ne qëndruam disa orë aty. Zbulimi i rrallë ka bërë jehon në mediat ndërkombëtare, madje ka thyer edhe rekord në revista shkencore. Studimi jon, ku unë jam autore e dytë, ka thyer rekord te Pensoft Publisher, që është një kompani prestigjioze botimi, ku është dhe Subterranean, pra revista në të cilën ne kemi bërë botimin, duke kaluar 27.000 artikuj të publikuar më përpara. Për pedagogen Blerina Vrenozi, marrja pjesë në këtë studim është një nga arritjet më të mëdha nga ana profesionale, edhe pse nuk ka patur asnjë mbështetje financiare nga institucionet vendase. Në shkencë nuk punohet vetëm. Në shkencë duhet bashkëpunosh. Kështu që sa më i madh dhe sa më i shumëllojshëm dhe sa më të përgatitur të jenë anëtarët e një skuadre kërkimi, aq më të mira do jenë edhe studimet. Më shumë kënaqësi u bashkova, edhe pse nga ana financiare është pak problem që të ndjekësh në këto ekspedita. Nuk ka pasur suport. Unë kam shkuar me fonde personale dhe fale dhe mbështetjes së grupit kërkimor që më kanë ndihmuar edhe me mjete që kam vendosur në kokë, edhe me kostumin kundër ujit dhe me gjërat tilla, sepse unë s'kisha eksperiencë në përshpella, por që pasioni, unë këtë dua të them edhe studentëve, edhe maturantëve që mund të zgjedhin një profil caktuar që pasioni është ai që i bën punët e mira. Ajo tregon se ëndra e saj ka qenë të bëhet mjeke, por vendosi të studiojë merimangat, që edhe në këtë mënyrë të ketë mundësi që të ndihmojë njerëzit duke studiuar helmet e tyre.
Ajo çfarë është e rëndësishme që unë jam shumë e gëzuar është që më në fund unë po bëj lidhjen e ëndrrësime, që ka qenë mjekësia, me profesionin tim. Unë studioj gjallësat helmuse. Pra, me Rimangat kemi dhe gjallësa helmuse, kështu që ëndra ime është që të kisha një laborator për studimin e helmit të këtyre gjallësave. Dhe unë shpresoj shumë që të kem mbështetje financiare për këtë. Helmi i gjallësave më shumë ka përdorim terapeutik në prodhimin e ilaçeve.